Të dashur shqiptar ka mësuar se arvanitasit, po ashtu dhe arbreshët, printojnë portretin tim dhe e vënë në mur, pran Ismail Qemalit, pran Gjergj Kastriotit. Ju faleminderit shumë arbresh, ju faleminderit shumë arvanitas. Arsye pse ata kanë bërë një gjë të tillë është sepse unë kam kthyer stacionin tim televiziv në Kongresin e Drejtë Shkrimit dhe del që format më të vjetra të gjuhës shqipe nuk janë në librin e Buzukut, por janë në gjuhën arbreshe dhe në gjuhën arvanitase dhe në gjuhën çame. Prandaj të gjithë janë lumturuar shumë. Dhe tani, do mbeteni pa mend që fjala italiane supurare është në gjuhën arbreshe shpëroj, por dhe shpoj. Në fakt arbreshët e thonë shponjë, me një në fund. Ne shqiptarët e kthejmë në shpoj. Në gjuhën italiane, supurare do thotë të shposh plagën dhe të derdhësh qelbin. Kjo fjalë është në gjuhën rumune, supura. Në gjuhën franceze, në gjuhën katalane, në gjuhën spanjolle, supurar, në gjuhën portugeze, supurar, dhe në gjuhën galician, supurar. Në gjuhën çame është shpëroj. Në gjuhën arvanitase është shpëroj, në gjuhën arbreshe është dhe shponj. Në Shqip ka mbetur vetëm shpoj. Ndoshta në Shkodër përdoret shpëroj, por duhet të më shkruani, në qoftë se është e vërtetë. Pra, forma e plotë është shpëroj. Norbert Jokli e nxjerr këtë fjalë nga gjuha ilire, e trashëguar, është në fjalorin e gjuhëve indo-europiane që unë kam nxjerrë në vitin 2004. Është gabim. Vjen nga latinishtja. Është krijuar me parashtesën sub në latinisht plus rënja e fjalës pus që i thon qelbit. Përkon me fjalën greke putho, qelbet. Është pikërisht vendi ku Apollo pyet priftëreshën Puthia për dragojnë që është atje, në një shpellë që i vinte ere qelbur, era squfur, dhe njerëzit mbyteshin kur hynin aty. Këtu është vendlindja Apollos në këtë shpellë. Atje i mbyt dragojnë që nxjerr helmin e squfurit. Dhe Apollo i bën pyetje Puthjes, Puthja është perëndesha e fatit, që uleshte në një stol që quhet tripod. Ky stol është gjetur në monedha në Dardani, në Damastion, stoli i Apollos. Aty ulet Puthja, priftëresha, emri së cilës ka kuptimin qelbësir në greqisht, qelbje. Dhe është origjina pra e fjalës paion, godas qelbin, emri diellit që të shëron, nga ndyrësira, nga pislëku. Edhe sëmundje të tjera, Apollo të shëronte me goditje. Nga njëherë ai të godiste edhe me drilon, prandaj e ka emrin Kurios, ai që të lësh ta zën. Pra kështu të shëron Apollo. Të shëron mirë ai. Dhe emri në greqisht i fjalës zotni do thot Kiri, ai që të lësh ta zën, dhe Kiria është zonja, ajo që mbetet shtatzën nga Apollo. Pra, kështu të shëron Apollo, me drilon. Të shpon plagën Apollo. Pra, shponj, shpëronj, nuk është fjalë indo-europiane, është nga latinishtja, supurare, nga sub plus pur, do të thot qelb, helm. Heqja e helmit, heqja e qelbit, kur mblidhet plaga dhe shpërthen. Ky është kuptimi i arbreshëve në Sicili. Ndërkohë që kanë ardhur arbresh të tjerë më vonë. Këta arbresh të tjerë ka një dialekt tjetër. Unë e quaj dialekti numër 2. Në këtë dialekt nuk është më mblidhet qelb, por thjesht shpohet qelbi.
Dhe kështu është dhe në gjuhën shqipe, shpoj, qelbin. Vjen nga fjala qelb, pur, është rënje e fjalës purus ose pus, qelb në latinisht. Dhe puthja, qelbi në gjuhën greke, të dashur shqiptar, të dashur pelazg. Pra, ilirishtja është një kombinim i fjalëve nga latinishtja, keltishtja dhe greqishtja. Kjo është ilirishtja dhe ilirët për të krijuar emra të përvetshëm marrin fjalë nga gjuha greke, vetë ilirët. E kanë bërë këtë në himar. Vuno vjen nga bonos, mal. Potam, fshat, në vuno. Vjen nga potamos, lumë, në greqisht. Dhërmi, druma. Drurët në gjuhën e Homerit. Ilirët marrin fjalë nga gjuha e Homerit dhe i kthejnë në toponime, fjalë të përgjithshme. Është çmenduri kjo që ka ndodhur në atë dheun ton. Ilirët krijojnë neologjizma, toponime nga poemat e Homerit. Këtë se kanë bërë as grekët. Është për te imagjinatës njerëzore dhe ilirët kanë folur një dialekt të ngjashëm me dialektin epik. Brindos, në gjuhën ilire, koka e drerit, është ho brindos në greqisht. Për te imagjinatës njerëzore. Lembos, varka, në gjuhën e ilirëve, është ho lembos në greqisht. Ilirët thjesht heqin format e trajtës së shquar të emrave në greqisht dhe ky është dialekti epik, që grekët kujtojnë se është gjuhë artificiale, është folur nga ilirët, është përdorur nga ilirët si gjuhë që në mesjet quhet lingua franca. Do thot gjuha e kryqtarëve frank, që pushtuan Helladën dhe Konstantinopolin, dhe të gjithë Mesdheun, frankët. Dhe gjuha e tyre u përdor nga popujt të tjerë, nga spanjollët, nga fiset gjermanike, nga anglosakson, u përdor gjuha e frankëve ose frëngjishtja e vjetër. Për të marrë vesh me njëri tjetrin, siç përdoret anglishtja sot. Kur dëgjon kryeministrin shqiptar, të gjithë thonë që ai nuk është shqiptar. Të gjithë, sepse ai nuk flet shqip asnjëherë. Flet italisht, flet frëngjisht, flet anglisht, shakati bën pak si të dhiera në italisht. Dhe ata që din italishten mirë nuk qeshin me shakat e tij. Sepse ai nuk e flet mirë italishten, por nuk flet shqip. Këtë bënin ilirët, ishin si kryeministri ynë dhe si ministrat tanë, nuk flasin shqip, ju vinte turp të flisnin gjuhën e nënës. Ilirë, kok drilon, që të them. Pra, kjo fjalë, shpëroj, vjen nga gjuha latine. Është e pabesueshme, në latinisht është supuro me një o të gjatë. Në shqip është shpëroj dhe shpoj. Shpoj plagën e qelbit. Tani, kryeministri shqiptar ka bërë një ndërtesë me fytyrën e tij. Kryeministri shqiptar ka vënë fytyrën e tij në bustin e Skënderbeut. Unë nuk kam as dëshirë, as një lloj synimi të vë fytyrën time gjikundi, por Arvanitasi dhe Arbreshët printojnë portretin tim nga interneti dhe e bëjnë portret në mur. Ka që janë lumturuar nga Kongresi i Drejtshkrimit, që është në fakt Kongresi i gjuhës Arvanitase, Çame dhe Arbreshe. Këtu janë fjalët më të vjetra, harojeni buzukun. Fjalët më të gjata janë në gjuhën arbëreshe dhe në gjuhën arvanitase dhe në gjuhën çame të dashur pelazg. Ju faleminderit për vëmendjen. Vazhdoni, printojeni fytyrën time, jam shumë i lumtur. Por nuk ka qenë ky misioni im. Misioni im ka qenë që t'u vërtetoj shqiptarëve që unë jam autori i fjalorit të gjuhëve indo-europiane dhe aty kam vërejtur që ka gabime të rënda, sepse Jokli nuk e dinte gjuhën e arbëreshëve.
as Majeri, as Pederseni. Dhe unë e kam mësuar nga interneti gjuhën e arbreshëve dhe ju nuk kuptoni arbërisht asnjë fjalë. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.